ka policë Kosovës civil. Ka qenë sfidë, ka qenë vështirësi, do më thonë... Pra dhe vetë pjesëtarë të njëjtit në atë kohë as pjesëtarët e policisë nuk ishin të njoftuar, ekzistojnë njësi elite apo speciale të hetimeve brenda policisë Kosovës, dhe me një vend vogël si Kosova, ku na bukur shumë e njohim njëri tjetrin, ka qenë bukur vështirë me kry detyrat të cilat lidhen me hetime komplekseve të larta. Si erdhi kjo? Erdhi me një frikë, erdhi me një përgjegjësi tjetër, përkundër asaj që ishim mësuar të jesh polic me uniform dhe në detyra krejt të pranishme dhe të njohura për vetë të tjerët që ishin në institucion, por edhe për vendin, apo... Me qenë real me juve, në atë kohë nuk i kam vlerësuar kështu, edhe nuk i kam po gjana si i shotash, mendoj që kam qenë shumë i ri, 22 vjet, 23 vjet, dhe nuk i kam mendu, nuk i kam ditë gjanat si janë prej aspektit sigurisë, një vullnet tepër i madhe, një ambicje shumë e madhe, do më thonë... Edhe pa tjetër një krenaria, sepse përgjedhja duhet të qenë meritore. E vërtet, neve procesi i përgjedhjes nga ka zgjatë me muaj të tërë, kemi kalu në për sistemet poligrafit, matjes e testit, vërtetësisë, që tash nuk e dhja zbatohet, ma mirë për para ka qenë përzura shumë me komplikuar për mu përgjedh, dhe situata ka qenë më ndryshe pas luftës, do më thonë, institucionet e sigurisë kanë qenë duke u kriju, duke u fuqizu, dhe ne kemi qenë ata që jemi ballafaqu me struktura ndryshme që kanë mujtë me ndiku edhe në ndryshimet e gjendjes politike në atë kohë. Më pas në vitin 2004, nuk e di sa e monin men, ka qenë edhe një konflikt i madh, kur i rëndësishëm në atë kohë që ne si policia e Kosovës komplet e kemi ballafaqu edhe jemi marrë me rolin e sigurisë, edhe aty ka qenë prova e parë që policia e Kosovës ka arrit me marrë në kontroll sigurinë në Kosovë, edhe ka shërby si lloj ndërmjetësuese, për shkak se policia unë mikut vetëm një farë mënyrë akuzohej prej demonstruesve, edhe ajo ishte edhe një kthes një farë mënyrë që pastaj e pruri edhe diskutimet dhe bisedat edhe ndryshoj gjendjen politike për shpalljen e pavarësisë, për shkak që është konstatuar që nuk mundet të vazhdojë tutje me një polici ndërkombëtare edhe mos të zhvillohen institucionet e vendit. Kanë qenë një proces i zinxhiror i efekteve që kanë prodhu pastaj edhe ndryshimet edhe avancimin e statutit Kosovës. Si të ka zhvilluar gjithë kjo eksperiencë dhe sa ka ndihmuar në ngritjen tënde profesionale, gjithsesi çfarë të ka shokuar më shumë ti gjatë pjesës dhe gjitha atyre hetimeve, investigimeve që keni bërë ndër vite? Ndoshta vazhdon të shokoj, pse jo? Nuk e di jam lejohet me më shpreh shokuar, mirë po sfiduese ka qenë bukur shumë, për shkak se Kosova nuk ka pas shumë mundësi për mu zhvillu ekonomikisht. Njerëzit në format ndryshme janë detyruar me gjetë rrugë të ndryshme për me mbijetu, për mu zhvillu. Në atë kohë shumë mirë mbaj mend, domethënë Kosova s'ka pas as infrastrukturë, nuk ka pas ekonominë, mundësitë ka qenë shumë të vogla, dhe një popullat ekstrem ambicioze, me rini tepër të fuqishme, ka qenë e ballafaquar me ekzistencë për zhvillim ekonomik pastaj luftës, dhe kjo energji dhe kjo fuqi e madhe pastaj ka prodhu edhe situata ndryshme, të cilat në aspektin e sigurisë kanë dashur të menaxhohen. Pastaj edhe statuti jo i qartë shumë i drejtë për drejt në atë kohë i Kosovës, siç e ceka më herët, prania e policisë ndërkombëtare, pastaj e policisë Kosovës, definimet jo të qarta statuse të roleve të përgjithësive, tranzicionet e vazhdueshme që ndodheshin në atë kohë, kanë qenë efekte kohët edhe elemente kohët pas sigurisë në atë kohë. Pastaj Kosova gjithmonë kishte probleme tjera me liberalizimin e viza, me lëvizjen e lirë, me probleme me ndryshme rreth vizave, për shembull, kërkoi shumë dokumente për një vizë. Unë e mbaj mend një herë edhe zyrtarisht kur kam aplikuar për me marrë një vizë jashtë Kosovës, më ka dashur me prit 4 deri 5 orë para ambasadave për me mujt me zyrtarisht me përfaqësu Kosovën në organizata ndërkombëtare. Edhe gjitha këto janë situatat të cilat kanë vështirësuar edhe më shumë jetën edhe procesin e tranzicionit të Kosovës, po fatmirësisht pas vitit 2008 filloi një ndryshim i ri, një qasje e re edhe një mundësi e re për tritë e Kosovës për me marrë përgjegjësi edhe për me mujt me kriju eksperiencë.